Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që pinë 2 kafe në ditë duhet ta dëgjojnë këtë lajm urgjent. Do befasoheni. Ka ditë kur mëngjesi nis aq vrullshëm sa një filxhan me kafe nuk mjafton dhe menjëherë pim të dytin. Kafeja është një nga pijet më popullore në botë, duke patur në konsiderat faktin se çdo vit njerëzit konsumojnë mbi 450 miliard filxhan kafe. Kafeja është e pasur me antioksidantë dhe mund të jetë shumë e dobishme edhe për shëndetin e mëlçisë. Mëlçia është shpesh e rrezikuar nga ciroza hepatike, një sëmundje kronike që shkakton bllokim të qarkullimit të gjakut në mëlçi. Por të dhënat tregojnë se nëse pini 2 filxhan kafe në ditë mund të paktësoni gjasat e cirozës hepatike. Një studim i vitit 2016 zbuloi lidhjen e fortë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të cirozës. Sipas shkencëtarëve, kafeina metabolizohet me një substancë që parandalon zhvillimin e cirozës së mëlçisë. Ndërkohë, shkencëtarë të tjerë amerikanë janë të mendimit se pirja e 2 filxhan kafe në ditë ul rrezikun e prekjes së mëlçisë nga hepatiti C. Sipas tyre, kafeja përmban 100 përbërës aktiv, përfshirë antioksidant, polifenole dhe kafeinë. Ky e fundit luan një rol kryesor në rrezikun e problemeve të mëlçisë. Një studim i vitit 2005 i publikuar në Revistë Ndërkombëtare të Tumoreve nxori në pas se sasia e kafes ka lidhje të drejtpërdrejtë me uljen e gjasave të shfaqjes së sëmundjeve të mëlçisë. Nga ana tjetër, kafeja luan një rol të fortë parandalues kundër hepatitit C, një sëmundje ngjitse që prek mëlçin. Plot 150 milion njerëz në botë vuajnë nga këto sëmundje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shumë studime të kryera në vitet 2009-2011 treguan se kafeina ka një rol mbrojtës në mëlçi kundër sëmundjeve kronike. Sipas tyre, progresi i këtyre sëmundjeve ngadalësohet fal konsumit të 2 ose 3 filxhan me kafe në ditë. Gjithashtu, kafeja ka vlera të mira pasi mund të ulë rrezikun e sklerozës së shumëfisht, ulë rrezikun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme, lehtëson depresionin, mbron nga luhatit e sheqerit, pakson gjasat e shfaqjes së problemeve të lëkurës, përmirëson performancën fizike, ndihmon për të rënë nga pesha dhe këto përfitime vijnë nëse pini të paktën 2 filxhan kafe në ditë. Ekspertët këshillojnë që kafen asesi të mos e pini në orët e vona të mbrëmjes në mënyrë që të merrni edhe përfitimet më të mira të shëndetit tuaj. Specialistët e ushqimet dhe dietave, dietologu Wesley Cigrei, deklaron se kafeja është e mirë për të gjithë ata personat që vuajnë rregullisht edhe nga probleme të ndryshme. Antioksidantët që luftojnë dëmtimet qelizore të shkaktuar nga radikalet në trup gjenden në ekstraktet e farave të kafes. Mendohet se mund të ndihmojnë në trupin kundër problemeve të shkaktuar nga stresi oksidativ, palëve të tij antioksiduese u shpreh Cigerli. Sipas disa studimeve të publikuar së fundmi, u konstatua një rrezik më i vogël i mëlçisë te individët që konsumojnë 2 filxhan kafe në ditë. Por cilat janë disa nga përfitimet më të mira që kafeja do t'ju sjellë në organizmin tuaj? Duke thënë se kafeja ka efekte antimikrobike, Cigerli tha se për herë të parë është përcaktuar se kafeina që përmban kafeja ka një efekt të mirë kundër problemeve të ndryshme, sidomos edhe ato të lëkurës dhe parandalon edhe plakjen e saj. Ekstrakti i kafes ka efekte frenuese kundër problemeve të ndryshme që shkaktojnë edhe prishjen e dhëmbëve, por kjo nuk do të thotë që ta konsumoni atë në doza tepër të larta, pasi siç e dini, përdorimi i tepërt mund të krijojë efekte negative. Kafeja është një nga pijet mjaft të njohura në të gjithë globin për një numër të madh të përfitimeve shëndetësore që ajo do të ofrojë. Përfshirja e kafes vazhdimisht në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer e trupit për të marrë përfitimet e tij dhe gjithashtu për të parandaluar një sër komplikacionesh. Nëse doni që të merrni përfitimet e kafes vazhdimisht në dietën tuaj, atëherë duhet ta keni prezente në përfitimet e saj. Në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim disa nga vlerat më të mira që kafeja do të ofrojë në shëndetin tuaj. Ajo mund të përmirësojë nivelin tuaj të energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit tuaj, çka shkakton një efekt stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksionit të trurit.
Ajo mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu ritmin e metabolizmit. Mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyror në indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Ajo përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Mund të ulë rrezikun për diabetin e tipit 2. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë një rrezik më të ulët të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Ajo mund t'ju mbrojë gjithashtu edhe nga sëmundja e Alzheimerit dhe demenca. Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët për të prekur nga Alzheimeri, që është një shkak kryesor i demencës në të gjithë botën. Ajo mund të ulë rrezikun e Parkinsonit. Personat që pinë kafe kanë deri në 60% më pak rrezik për të prekur nga sëmundjet e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Ajo mund të mbrojë shëndetin e mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët të cirozës, e cila mund të shkaktohet nga sëmundje të cilat e prekin vazhdimisht mëlçinë. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e kafes, atëherë duhet ta keni pjesë prezente të dietës suaj. Gjithçka që duhet të dini është se kafeja nuk duhet të konsumohet në orët e vona të mbrëmjes, gjithashtu edhe në sasi të tepërta, pasi mund të ketë ndikime negative. Ajo ulë rrezikun e depresionit dhe ju bën të ndiheni më të lumtur. Kafeja duket se ulë rrezikun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike humbjen e jetës. Mund të ulë rrezikun nga disa lloje të komplikacioneve. Problemet të mëlçisë dhe kolorektal janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të humbjes së jetës në të gjithë botën. Pirësit e kafes kanë një rrezik më të ulët të preken nga këto probleme. Ajo nuk shkakton probleme të zemrës dhe mund të ulë rrezikun e goditjeve në tru nëse konsumohet brenda normës. Kafeja mund të shkaktojë rritje të buta të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet me kalimin e kohës. Pirësit e kafes nuk kanë asnjë rrezik në rritje të sëmundjeve në zemër dhe kanë një rrezik më të ulët të goditjeve në tru. Mund t'ju ndihmojë që të jetoni më gjatë. Disa studime tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një rrezik më të ulët të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme. Janë një burim i mirë i antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e pasur me antioksidant të fuqishëm dhe shumë njerëz marrin shumë antioksidues nga kafeja sesa nga frutat dhe perimet e tjera. Prandaj nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj, kafeja duhet të jetë pjesë e rutinave tuaja të përgjithshme. Kafeja përmban antioksidant, të cilët janë shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ajo mund të shkaktojë gjithashtu edhe shumë përfitime të tjera për shëndetin tuaj, si për shembull, edhe në shëndetin e trurit. Kafeina dhe komponentët që gjenden në kafe kanë disa efekte mbreslënëse neuroprotektive dhe ulëntimet kanë zbuluar se konsumi i rregullt i kafes ul ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të caktuara neurodegenerative, siç menduria, Alzheimeri dhe Parkinsoni. Ajo rrit edhe shëndetin e zemrës. Kafeja mund të jetë veçanërisht e dobishme për shëndetin kardiovaskular, duke ulur kështu rrezikun për kushte të tilla të sëmundjeve në zemër, dështimit kongestiv i zemrës, sulmi në zemër dhe goditja në tru. Pikërisht sa u përket kafes, rrit shëndetin e zemrës që atribuohet pjesërisht aftësive të saj për të lëvizur një lloj proteine të njohur si P27. Të gjitha këto përfitime mbreslënëse shtohen në një përfitim të rëndësishëm, siç është jetëgjatësia e rritur. Konsumuesit e kafes jetojnë më gjatë dhe gjithashtu marrin më shumë përfitime në dietën e tyre. Çelësi qëndron gjithmonë te sasia e saj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.